أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. O Allah, Ty të falëndrojmë pa kufi për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria jote vazhdimisht me to na gëzon dhe na begaton. O Allah, për Teje ndihmë dhe falje kërkojmë, pasi që pa ndihmën tënde asnjë vepër të mirë nuk mund ta zbatojmë. Kërkojmë faljen tënde sepse nëse Ti nuk ne I fal mangësitë dhe gabimet tona, s'ka kush I fal ato. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë njeriut më të mirë në fytyrën e tokës, njeriu që Allahu e zgjodhi me dërgu mëshirë për mbar njerëzimin, njeriu që me te e plotësoi godinën e Islamit, njeriu që me mësimet e tija e ndriçoi botën, njeriu që me te e vulosi vargun e pejgamberisë, njeriu që dashuria ndaj tij duhet me qenë më e madhe se dashuria ndaj prindërve, fëmijëve, njerëzve në përgjithësi, madje edhe më shumë se ndaj vetes tonë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, vullën e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi familjen e tij të pastër, të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqertë, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, secili prej nesh që vjen në këtë dhjetën e fundit me e ngjall me ibadet, duhet me I parashtru vetes pyetje. Pse vim na me u fal? Çka na shtyn neve me ardh midis natës në xhami? Pse na e lëm muhabetin, e lëm rahatin, e lëm komoditetin, edhe vim për qëndru me orë të tëra në kam për Rabbul Aleminin. Këto pyetje për një mena duhet me parashtru vetvetes. Edhe secili prej nesh duhet me dhonë përgjigje këtyre pyetjeve, pse vim na. Që ta kuptojmë secili për veten e vet. A vim me fitu kënaqësinë e Allahut? A vim me shiju ëmbëlsinë e ibadetit? A vim me zbatu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Apo vim pëse është trend, vim pëse vin shoqënia, vim pëse takohemi me njerëzit që se kemi pa gjatë Ramazanit, vim se kam nevojë diçka konkrete, materiale, edhe vi që ta lusë Allahun të ma jape atë konkrete në materiale. E pastaj, e nëse të përmbushet ajo nevojë, të jepet ajo kërkesë, e pastaj, a do vish përsëri, apo do e lansh? O vëllezër, dy gjëra është më rëndësi me I kuptu në këtë temë. E para, secili prej nesh që vjen duhet më ardh me fitu kënaqësinë e Allahut. Për asgjë tjetër. Veprimi jon, angazhimet tona, projektet personale tona, edhe ato të kësaj bote, edhe ato të ahiretit, duhet me qenë në prizmën e asaj që Allah I madhreshëm e tregon në Kur'an për Musën alayhi salam, I cili tha: "Wa ajiltu ilayka rabbi litarda", nxitova drejt Teje o Zot që të fitoj kënaqësinë tënde, që Ti të jesh I kënaqur me mua. Kjo është porosi për mua, edhe për ty, për secilin hoxh, për secilin davexhi, për secilin musliman, për secilin tri, për secilin besimtar. Gjithë jeta jon duhet me qenë në shërbim të këtij qëllimi.
wa ajiltu ilejke rabbi li tërda, nxitova drejt teje o Zot që të fitoj kënaqësinë tënde. Allahu i madhëshëm qoftë i kënaqur me gjithë ne. E dyta, duhet me kuptu se na kur vim, na jemi sot këtu bashk, në këtë kohë të thellë të natës, jo pse jemi më të mendshmit, jo pse jemi më të aftë, jo pse jemi më të zotët, jo pse jemi më të devotshmit, po sepse Allahu Dhul Xhelal ka pa në zemrat tona mirësi dhe ka vendosur me na shty përpara në këtë proces të nxitimit dhe vrapimit për me fitu kënaqësinë e Allahut xhelal. Andaj na jemi këtu se Allahu na ka pru, se Allahu na ka zgjedh, se Allahu na ka dashur. Nuk duhet me qenë bukshkel, nuk duhet me qenë mos falendrues, nuk duhet me qenë shpërfillës i kësaj begatie dhe dhuntie, që është shumë e madhe dhe e rëndësishme. Realisht unë sonte dësha me fillu fjalimin tem me një porosi të Sheikhul Islam Ibn Tejmiyes rahimullahu taala, i cili në librin Gjamiul Mesail kishte pas thonë një porosi jashtëzakonisht të madhe që duhet na shoqëron vazhdimisht në jetën tonë. Thot me çdo frymarrje që e merr njeriu. Kur kemi frymarrje, na e frym, e nxjerrim një pjesë të frymës dhe e thithim një tjetër. Domethënë janë dy procese. Lëshojmë frym dhe marrim frym. Në këtë procesin e frymarrjes, kur lëshojmë frym dhe marrim frym, duhet na shoqërojnë dy adhurime shumë të mëdha. Njëri është falënderimi, e tjetra është istighfari. Subhanallah. Me çdo frymarrje që e marim, sa frymarrje gjatë ditës marim, tani nuk më kujtohet, besoj që dikush për mjekëve e din edhe mundet me na tregu. Janë sigurisht me qindra dhe mia frymarrje gjatë ditës, ndoshta edhe më shumë. E me çdo frymarrje, një frym që e lëshojmë, themi elhamdulillah, e tjetrën që e thithim, themi astaghfirullah. Pse kjo? Sepse jeta jonë është e rrethekuar me një anë me begatit shumëta, të vazhdueshme, të panumërta nga Allahu Dhul Xhelal. E në anën tjetër, na shoqëron mangësia jonë në krijim, mangësia jonë në vullnet, mangësia jonë në zbatim, mangësia jonë në ruajtjen e asaj që e kemi bë. Pa dy anë janë për shkak se na ka të shkojmë, më një anë i kemi të mirat e Allahut që na zbresin vazhdimisht, kur e meritojmë dhe kur se meritojmë, dhe mangësitë tona që na shoqërojnë, se janë pjesë përbërëse e krijimit tonë dhe karakterit tonë. Po, është shumë e rëndësi me u ndal edhe me e mendu këtë fakt. Allahu Dhul Xhelal që thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse ju mundoheni të numëroni dhuntitë e Allahut, nuk mund të arrini në rrumbullakësimin e numërimit të atyre të mirave, se janë shumë. Se janë shumë. Edhe çdo të mirë që na e kemi, duhet ta kuptojmë dhe të jemi të bindur se janë nga Allahu Dhul Xhelal. Edhe ti që të shkon shkolla, edhe ty që të ecë zanati, edhe ty që të ecë biznesi, edhe ty që të ecë hoxhallëku, edhe ti që din me fol, edhe ti që ke pushtet, edhe ti që ke fam, edhe ti që ke elegancë, edhe ti që ke lukun e bukur, edhe ti që ke se cili për neve, çka do që ka për të mirave, mos të gabon të mendon se prej vetës së ti dhe aftësive të jej ka, po të gjitha ato janë dhurat nga Allahu Dhul Xhelal, sepse Allahu tha: "Fema bikum min ni'matin fa min Allah."
Krejt dhunti që e keni, dijeni se për Allahut i keni. Krejt që kemi mri, kudo që kemi mri, janë për Allahut. S'janë nga aftësitë tona, s'janë nga angazhimet tona, se edhe vullneti, edhe qëllimi, edhe puna, edhe këtë ato vinë, si që përmenda pak më parë, mendimin e Allahut. Sulejmani a.s. I cili me çka dallohej Sulejmani a.s. Çka dallon të atë? Çka ishte Sulejmani a.s. Ishte pejgamber. Përveç pejgamberit ishte edhe mbret. Do thotë dhuntit e tia ishin dy fishta. Dhunti ahireti, pejgamberlloku, dhe dhunti dynjaje, mbretëria. Rallë janë ata njerëz që Allahu ja jep kaq të mira, të grumbulluara në këtë formë, siç ja dha Sulejmanit a.s. E tu e ditë Sulejmani a.s. se kjo pozitë është shumë madhështore dhe këtë nuk e ka meritu dhe nuk është me rezultat i mundit të tij, por është dhurat nga Allahu Dhul Xhelal, tha hadha min fadli rabbi. Këtë kjo që kam është dhunti i Zotit tem. Paramendoni na, kanë erë që unë si hoqë për foli për vete. Kanë erë mritët menja dhe mendoj se kur foli unë e bukur edhe mirë, thamë këshireve ku mri unë e që ka foli. Edhe mashtron shejtani me thonë se mës me konë ti, s'bohat kjo gjë. Mës me konë ti, kishin dështu shumë sene. Këtë këto janë orvatje të shejtanit mallkum për me të shmang nga rruga e Zotit Dhul Xhelal dhe me i përbuz të mirat e Allahu Dhul Xhelal. E Sulejmani a.s. tha, hadha min fadli rabbi, këtë kjo që e kam, është dhunti nga Allahu Dhul Xhelal. E pas të shife që ka thotë Allahu Dhul Xhelal në vijem. Pse Allahu mi ka dhonë këto të mira? Liyebluani e ashkuru am akfur. Që të më teston Allahu, a do jem falendërues apo do jem përbuzës. Edhe neve Allah i madhëshëm të gjithve, se cili një nga një, e teston me të mira që na jep. A do jemi falendërues apo do jemi përbuzës. Nëse ti këtë vit hënor, tu ka rrit buxheti, mos kujto se je kon më i mençëm se vjet. Se qaj je konë, si vjetë, si vjetë. Allahu ka dash të ka rritë buxhetin. E nëse jenë në rrugën e Sulejmanit a.s. ki me rritë falendrimin ndaj Allahut. E falendrimin ndaj Allahut nuk është fjalë që thuhet, vetëm, por është vepër që dëshmohet. Tha Allahu Dhul Xhelal në vazhdim të familjes së Sulejmanit a.s. wa amalu ala Davudi shukra, dhe ju o familja e Davud a.s. punoni në shenjë falendrimin dhe Allahu Dhul Xhelal. Nëse tu ka rritë buxheti 1447 hijretit, nga Ramazani i kalum deri në këtë Ramazan, shtoje falendrimin dhe Allahut jo vetëm me gojë, po shtoje falendrimin dhe Allahut duke shtu dhanjen për te, që të falendrosh Allahun për të mira që t'i ka dhënë. Nëse don Allahu me t'i shtu 1448. Flas kalendarin hënor, kalendarin lunar, kalendarin hijretit, kalendarin islam. Përndryshe, nëse na nuk e falendrojmë Allahun për të dhunti, atëherë do jemi përbuzës, ashtu siç e definoi Sulejmani a.s. tha liyebluani a ashkuru am akfur, që të më teston Allahu do jem falendrues apo Zoti mos e bëv do jem përbuzës. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë e fjalisë e Imam Ibn Taymiyut rahimahullahu taala ishte në frymarrjen tjetër themi astaghfirullah. Të kaj falet e Allahu për mangësitë e mia. Se njeriu është i krijuar nga vetë natyra krijesë e dopt. Thot Allahu Dhul Xhelal wa khuliqal insanu dha'ifa. Njeriu është i krijuar si krijesë e dopt. Kur e krijoi Allahu Dhul Xhelal Ademin a.s. në xhennet dhe e bëni skeletin e tij,
pa e vesh me mish, Iblisi, që deri atëherë Allah si ishte mallku, si ishte largu nga mëshira Allahut, tregon Imam Buhariu rahimullahu taala në Sahihun e tij, erdhi nga Kurreshtja dhe e bëri një gjero aty për aty ta e puntoria, kushtimisht po tham puntoria, ta e vendi ku Allahu e kishte ndërtu skeletin e Ademit alayhis salam, pa e vesh me mish, edhe erdh ta shofe kush është kjo krijesë, çka lyp kjo krijesë, kur jemi na gjend edhe me laqet boll. Erdhi e po shumë i madh, shumë i veçantë, se Allahu Dhul Jalal e ka dallu krijimin e Ademit alayhis salam, se e ka kriju me dorën e vet. Se thot Allahu Dhul Jalal, lima la tasjudu lima khalaqtu bi yadai, o iblis, pse nuk ju përula atij që e kam kriju me dy durët e mia, thot Allahu Dhul Jalal. Do të njëra për veçorive të Ademit alayhis salam dhe të pasardhësve të tij, se krijimi i tij është në mënyrë të drejtë për drejt nga Allahu Dhul Jalal. Nuk është me urdhër kun fejekun, bëhu dhe bëhu dhe bëhet, por është me veprim konkret. Allahu me dorën e tij e ka kriju këtë skelet. Edhe andaj Kurreshtja e Iblisit edhe pjesa djallëzore që Allah s'kishte dalë në shesh, filloi me punu mrena, me ngucpi mrena. Edhe kur e po, opa, tha që ki pas ka me na qitë problem. Edhe hyni, doli, hop, kur e po se barku mrena është i organet që janë të krijume, është bosh, tha shuj se kjo pas ka ku me godit. Pe atëherë si duket puna e boksit, goditjet në bel janë ndalume, se janë pikat dopta. Kjo është pe meje, nuk është pe meseleve të fesë. Edhe tha, mas i pas ka njeriu bëshllok mrenda ti, do e kem let me test, do e kem vështirë. Kjo është pjesë e dobësisë e njeriut. Edhe normalisht prej këtij momenti dhe pjesë që vijojnë pas, derisa krijohet Ademi alayhis salam tërësisht, dhe sa për informat tash më kujtu, dhe kur Allahu ja krijoi edhe mishin edhe organet, edhe ja solli shpirtin, cila ishte fjala e parë që tha? Elhamdulillah. E kuptoni se është më rëndësi vazhdimisht me falëndu Allahun për të mirat e tij. Fjala e parë që tha Ademi alayhis salam ishte elhamdulillah. E tash ky njeri dobësitë që i ka fizike, dobësitë që i ka shpirtënore, dobësitë që i ka mentale, e bëjnë atë që e para me i mungu vullneti shpesh herë, dhe na duhet vazhdimisht me lutë Allahun me na mbajt vullnetin nalt. Se kur lodhemi nang pak, unë si hoq shpesh herë më ndodh, kur lodhem pak, e më thirë dikush me bo një davet, e mendoj 2 herë, 3 herë, atë shkoj, atë pushoj, po tham, po pushoj, se bollë jam lodhë. E tjerë se bënë hiq. Me gjithë se është mejdan gare, gjdo mundësi që t'jipe shvizoje, se po t'ishte pare, do e shvizonin. A më pëso është bytje se vapi, e mendoj 2 herë, atë shkoj, a më shkoj, edhe tham, fond jam lodhë be shumë, po pushoj. Kështu për herë ketë na themi. Edhe t'ik një mundësi, edhe e dyte, edhe e treta, e masën e bosh pishman, kur dash para Rabbul Aleminit, se regjistri i veprave tuja, ka, ama pak, e tjetri ka, ama shumë. E thu, kisha punu si ki, do kisha mëri ku ka mëri ky, po une u dërzova, u plokështova, u dembelava, edhe që ka që kisha me marrë me veti. Andaj o vllazni, për shkak të këtyre mangësive që i kemi, na vazhdimisht duhet me kërku falje te Allahu Dhul Jalal, që me kuptu se pa ndihmën dhe përkrahin e tij, askund s'kena mundësi me mri. Hiq. Tash, a është interesant kjo namaznate? Dikush më thotë, hoxha, ajo që po e thonë ju s'po ka interes. Njerëzit nuk po i ngrej. I themi na vetës fillimisht edhe tjerë, vëllazni s'ki ardhna për teatr. As për me marrë lajka, kemi ardhë
për me fitu atë që thash fillim dhe qoftë kjo qëllim janë vazhdimisht. Wa ajiltu ilejke rabbi li terda. Nxitova o Zot për të ti me fitu knacin tonë. Allahu qoftë i kënaqur me gjithë ne. Walhamdulillahi rabbil alamin.